Çdo ligj që miratohet apo diskutohet në kuvend do të pasqyrohet nëpërmjet portalit më të ri e-legjislacioni. Gjatë prezantimit në ambientet e kryesisë së kuvendit, kryeparlamentarja Elisa Spiropali e cilësoi si një lehtësim jo vetëm për punën e parlamentit, por edhe për qeverinë dhe presidencën. Me këtë platformë ne hapim një kapitull të ri në mënyrën se si hartojmë, diskutojmë dhe miratojmë ligjet. Kemi ndërtuar një mjet për modernizimin dhe digitalizimin e procesit më të rëndësishëm parlamentar, atij ligjvënës, ligjbërës, si një kontribut për avancimin dhe transformimin demokratik të shoqërisë. Madje u shpreh se ky portal është një urë komunikimi mes institucionit më të lartë ligjvënës dhe palëve të interesuara. Përveç tjerash, ky proces do të mundsojë një rritje cilësore të transparencës, duke u krijuar mundësi qytetarëve, grupeve të interesit, vëzhguesve të jetës parlamentare, medias dhe studiusve. U shpreh se do shërbejë dhe për procesin e integrimit. Është një provë se kuvendi jep shembullin e modernizimit të proceseve të funksionimit të tij në koherencë me proceset dhe procedurat e parlamenteve të vendeve anëtare të Bashkimit Evropian. Të njëjtën linjë mbajti dhe ambasadori i BE-s në Tiranë Silvio Gonzato, i cili theksoi se Unioni do t'i ndihmojë në disa çështje. Bashkimi Evropian do t'ju vijë në ndihmë me një program që bazohet në 3 aspekte. I pari ka të bëjë me qeverisjen dhe menaxhimin, i dyti me përmirësimin e mekanizmave negociues dhe i treti me fuqizimin e shoqërisë civile. Ndërsa ambasadori i OSBE Michel Taran shpreh se ky model është ndjekur dhe nga vendet e tjera europiane. Kjo është një themel i fuqishëm dhe është vetëm fillimi tashmë. Ndërsa kemi përfshirë dhe përqafuar legjislacionin, Shqipëria bashkohet me një numër të gjerë vendesh, përfshirë vendin tim Francën dhe të tjerë në Bashkimin Evropian që kanë adoptuar këto sisteme para shumë vitesh. Kjo platformë, përveç aksesit informues, u jep mundësinë qytetarëve, organizatave të shoqërisë civile dhe grupeve të interesit të kontribuojnë në procesin legjislativ, nga faza e hartimit dhe deri tek miratimi i tyre në kuvend.